أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد falënderimet dhe lavdërimet të takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira e Allahut qofshin për të. Jemi në dersin e 4 të tefsirit të Kuranit Kerim. Dersin e kaluar folëm ishim në fillimin e surës Bekara, dhe munduam që të shpjegojmë domethënien e 7 ajeteve të para. Ajetet e para të surës Al-Baqara fillojshin me Allah xhaleshanuhu i cilëson besimtarët, tregon çfarë cilësi kanë besimtarët, mandej vazhdon Allah xhaleshanuhu duke i cilësuar jo besimtarët, ata të cilët të shprehin me besimin e tyre, dhe thot Allah xhaleshanuhu pra nëse u kujtohet ajeti kuranor innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, pra ata të cilët kanë mohuar. Pra e treguam se këtu mohimi është në këtë vend. Qëllimi i mohimit është mohimi që bëhet me mendjemadhësi, jo me padituri, por me mendjemadhësi. Atë çka na hiki pa e thënë është se dikush mund thotë Allah xhaleshanuhu thot në Kur'anin Kerim, ata të cilët nuk kanë besuar, kanë mohuar, ja kanë kthyer shpinën Kur'ani Kerimit apo Allahu xhaleshanuhu sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, është e njëjtë ai këshillove apo tërhoqe vërejtjen apo jo. Ato nuk besojnë. Dikush mund thotë po atëherë ne lirohen për këtij obligimi kur është në pyetje thirrja e jo besimtarëve. Jo. Këtu nuk është për qëllim që njeriu të lirohet për obligimi. Por Allahu xhaleshanuhu tregon për vendimin e tij që ka marrë për cilët persona, për ato persona të cilët kanë treguar mendjemadhësinë dhe fjalës së Allahu xhaleshanuhu. Ne Allahu xhaleshanuhu Hazreti Musa alayhi salam e urdhëroi që ai t'i bëj thirrje kujt? Firaunit. Pra, edhe ta marrë vllahun e tij dhe të shkojë dhe t'i flet atij në mënyrë më të mirë. Një ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi për një gjë të tillë. Pra, ai i cili mund ta vërtetoj se filani nuk dhe besoj e deri në fund, është vetëm krijuesi jon. Pra e jona apo ne nuk kena të drejtë të themi për dikant une i kom ngroj durët për filan personit, jo. Asnjëherë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në fund të jetës së tij ai i thirrti jo besimtarët. Deri para hijretit i thirrti ato të cilët ishin në Mekë. Ata që e përzon prej Mekës, ata që luftuan deri në fund i thirrti ato. Asnjëherë nuk thasë mjaft është. Edhe jona është që ne t'i thirrim ata, ne shpërblehen për atë mund që apim, ndërsa a do të besojnë ajo është çështje e dikujt tjetër. Pra atë e vendos Allahu xhaleshanuhu dhe është vendim që i përket dhe atë gjë, pra zemrën e tyre mund ta sheh vetëm Allahu fuqiplot, dhe në fund Allahu xhaleshanuhu thotë ulahum adhabun adhim, ata pra kanë dënim të madh, pra ata të cilët nuk kanë besuar dhe shkaki mosbesimit të tyre ka qenë kush? Mendjemadhësia. Pra edhe një herë themi, se personi i cili nuk beson, mirë po mosbesimin e tij ka shkaku i paditurisë, nuk ka informata e kështu me radhë, për atë ka mundësi që Allahu xhaleshanuhu ta fal atë edhe pse ai nuk e ka dëshmuar shahadetin, pra ka mundësi që Allahu xhaleshanuhu ta fal. Ne nuk mund të themi për atë person se ai do të dënohet me zjarrin e xhenemit, po themi se Allahu xhaleshanuhu e din se çfarë do të bëjmë atë personin. Ne dëshirojmë që Allahu t'i falë ato persone, të cilët me të vërtet e kanë pas paditurisë. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu të flet për munafikët. Pra lloji i tretë i njerëzve janë munafikët. Kur janë paraqitur munafikët? Munafikët janë paraqitur pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri shpërngulje prej Mekës për në Medinë. Kur vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë,
atëherë filluan që të paraqiten munafikët. Kush janë munafikët? Edhe si mund të definojmë munafikët? Këtë gjë e tregon vetë Allahu xhalla shanhu, thotë wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ka për njerëzve të cilët thonë kemi besuar apo besojmë në Allahun, wa bil yawmil akhir, dhe në ditën e kiametit, pra në botën tjetër, wa ma hum bimu'minin, dhe ata nuk janë asesi besimtar. Pra, kjo është definicion i munafikut. Pra, personi i cili shpreh besimin, pra, duket si besimtar, në realitet në zemrën e tij ka mos besim, ai person llogaritet munafik. Pra, personi i cili gënjen në atë çka ja beson zemra atij. Pra, munafik, kur njeriu shfaq imanin dhe fsheh mos besimin. Ka edhe një term tjetër, ka edhe zindiq. Zindiq është lloj i munafikut. Mirë po është pak më i keq se munafiku. Pra, çfarë do të thotë zindiq? Pra, edhe ai e shpreh se besimin e tij, ndërsa brendësi e ka mos besimin, ki jashta veprave të munafikut e bën atë se ki e lufton me çdo kusht islamin dhe muslimanët. Pra, ki nuk mjaftohet vetëm atë thotë se unë jam besimtar dhe ta fshehe mos besimin e tij, por ki edhe vazhdon që ta luftoj islamin dhe muslimanët. Në periudhën veçanërisht pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka patur me të madhe zanadiqa apo zindiqa. Këto kanë shpifur, kanë trilluar hadithe, ndodhi e kështu me radhë. Edhe sot mund gjesh hadithe të cilët, në thënë, dikush ka për xhallarëve, të cilët i transmetojnë, kuptohet nga padituria për atë hadith. Pra, hadithe që kanë shpikur. Pra, një lloj prej zindikave, janë edhe këto të cilët kanë shpifur hadithe dhe ndodhi të pejgamberëve kështu me radhë. Ndërsa dietarët, mos mendohemi se ne nuk dimë çka lexojmë, dietarët krejt i kanë definuar hadithet që janë të shpifura nga ato që nuk janë të shpifura. Pra, dihet filani është zindik. Nga se ai ka shpifur hadithe. Ku e ke ndëgjuar këtë hadith? Edhe ka pasur për atyre të cilët janë kapur gjatë kohës tabiinëve kështu me radhë. Pra, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ka për njerëzve të cilët thuan që besojnë Allahun xhalla shanhu, ndërsa ata nuk janë besimtar. Pra, ato e falin namazin, e japin zakatin, agjërojnë Ramazanin, edhe bëjnë luftë. Dikush mund thotë, po a ka mundësi një person i cili është munafik të bëjë luftë? Po ka mundësi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata e kuptuan se besimtarët janë me të vërtetë fortë, çdo herë fitojnë, edhe ata filluan që shkojnë në luftë duke pasur për qëllim ganimetin, pra pasurinë që do vi prej luftës. Se njerëzit kur hinë në luftë, nëse dalin si fitimtar, përfitojnë prej luftës. Edhe pastaj atë pasuri kush e merr? Ushtria e cila ka marrë pjesë në luftë. Pra, ka pasur prej atyre dhe ka në ditën e sotit të cilët edhe marrin pjesë në për luftra, ndërsa ato janë munafik. E kina edhe pra raste ka nuk fillim që t'i përmendim ato. Pra, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Pra, thonë ato se ne besojmë në Allahun dhe në ditën e kiametit, apo në botën tjetër. Allahu xhalla shanhu është mjaftuar me përmendjen vetëm të digjarave në Allahun dhe dikushteve të imanit. Nuk i ka përmendur tjerat krejt. Kjo do të thotë se u tolerohet atyre mos i besojnë të tjerat, jo. Allahu xhalla shanhu në disa raste kur është puna për besimin e njeriu i përmend vetëm këto dikushte. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën të njëjtën gjë. Nga se njeriu i cili e beson Allahun ai ka besuar edhe pejgamberin, ka besuar edhe melaçit. Ai tjetri i cili e beson dynjan tjetër ai ka besuar xhenetin e kështu me radhë. Pra, kur është fjala amanna billah, ka besuar Allahun dhe ka besuar ditë kiametin apo ka besuar dynjan tjetër, me këto di kushte aludohet në të gjashtë kushte, pra në besimin në gjithë imanin. Pra në gjithë atë
çka ka urdhëruar Allahu xhalla shanuhu që të besojë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shembull të marrin thotë kush beson në Allahun dhe në ditën e Kiametit apo në dynjan tjetër, thotë le të flet mirë ose le të hesht. Le të bëj segi misafirit apo le të bëj segi kujshisë kështu me radhë. Le ta ndroj komshiun. Wa ma hum bimu'minin. Allahu xhalla shanuhu nuk thotë wa ma hum mu'minin. Nga se ka pasur mundësi që thotë wa ma hum mu'minin, edhe më u shpreh wa ma hum mu'minin në kuptohet se ato nuk janë besimtarë. Por Allahu xhalla shanuhu neve për të na treguar se ata s'kan të bëjnë fare me Islamin, edhe pse e shprehin, s'kan të bëjnë fare me besimin në Allahun, edhe pse e shprehin një gjë të tillë. Thotë wa ma hum bimu'minin. Pra kjo bi tregon pra si me thonë s'kan të bëjnë ato me Islamin. Pra arabisht i thonë lil mubalagha për të treguar sa më sakt, për të qenë sa më i sakt dhe sa më preciz shprehesh me këtë bi. Pse Allahu xhalla shanuhu thotë se ato nuk janë besimtarë, nuk besojnë në të vërtetë? Shkaku është se ato yukhadi'un Allah. Ato tentojnë që ta mashtrojnë Allahun. Pra, çfarë mënyre tentojnë që ta mashtrojnë Allahun? Pra, duke u falur, duke dhënë zeqat, duke shku në xhami, duke shku në luftë dhe kështu me radhë. Pra, në gjërat për të cilat Allahu xhalla shanuhu i ka urdhëruar besimtarit. Në realitet Allahu xhalla shanuhu është interesant se nuk thët në gjuhën arabe kur është në pyetje, pra filani mashtron, nuk thuhet yukhadi', po thuhet yakhda'. Ndërsa Allahu xhalla shanuhu ka ardhur me termin yukhadi'. Edhe pse nuk e marrin vesh arabisht ndoshta shumica, por mirë është t'i përmendim këtë gjëra. Pra Allahu xhalla shanuhu shprehet yukhadi'. Me fjalën yukhadi' tregon se jo vetëm ai munafiku bën mashtrim, por bën mashtrim edhe ai tjetri. Pra kur dy njerëz bëjnë mashtrim njëri me tjetrin, thuhet yukhadi'. Pra yukhadi'. Pse Allahu xhalla shanuhu është shpreh në këtë mënyrë? Allahu xhalla shanuhu është shpreh në këtë mënyrë për të treguar se si ato e perceptojnë këtë gjë. Pra ato kur bëjnë një vepër të tillë, kur e fshehin imanin, kur e fshehin atë mosbesimin e tyre dhe e shfaqin imanin e rreshëm, ato mendojnë se e mashtrojnë Allahun, por edhe Allahu mashtrohet me veprat e tyre. Pra për këtë arsye të thonë Allahu xhalla shanuhu shprehet yukhadi'. Pra Allahu xhalla shanuhu tregon pikpamjen e tyre. Pra khida' do thotë mashtrim. Përse munafiqët kanë bërë nifak apo e kanë fshehur mosbesimin e tyre, kanë fshehur po mosbesimin e tyre dhe kanë shfaqur imanin e rreshëm. E kanë një gjë të tillë kanë bërë për disa gjëra. Pra njëra prej tyre është për të patur respekt në shoqëri. Nga se personi i cili ka qenë besimtar do kanë menduar se në qoftë se paraqiten si besimtar do kem respekt në shoqërinë islame. Një ashtu dikush prej tyre ka qenë munafik, ka fshehur mosbesimin e tij duke tentuar që të hyjë në grupën e muslimanëve dhe të nxjerrë apo të zbulojë sekretet e besimtarëve. Edhe një grup tjetër e kanë fshehur mosbesimin e tij apo janë bë munafik për shkak të interesit të pasurisë. Mirë po, a mund të themi se ato kanë mashtruar një gjë të tillë? Asesi, nga se mashtrimi për të llogaritur si mashtrim duhet që të ketë rezultat pozitiv në fund. Pra në qoftë se unë të mashtroj ti dhe ja arrij qëllimin tim, atëherë unë të kam mashtruar apo kam mashtruar. A në qoftë se unë nuk mund të arrij në fund rezultat pozitiv, kjo nuk llogaritet si mashtrim. Për këtë arsye Allahu xhalla shanuhu thotë: "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Dhe ata nuk mund që të mashtrojnë askënd përveç vetes së tyre. Pra shiko, këtu ndron shprehja, nuk thotë "wa ma yukhadi'un", siç ishte në fillim të ajetit, po thotë "wa ma yakhda'un". Dhe ata nuk mund të mashtrojnë se aty kur bëfte fjala mendimi i tyre se edhe ne mashtrojmë Allahun, por edhe Allahu mashtrohet me ne,
Allahu Gjeleshanuhu shpreh me yukhadi'un, ndërsa këtu kur tregon realitetin e tyre thotë wa ma yakhda'un. Dhe ato nuk mund që ta mashtrojnë askënd përpos vetës së tyre. Wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Dhe ato nuk e ndjejnë një gjë të tillë. Pra, ato nuk kanë pas mundësi apo s'kan mundësi që të mashtrojnë askënd. Pse? Nga se dëmi i tentativës për mashtrim kujt i shkon, vetëm se atyre u shkon. Kurthet që i kanë bërë ato, a kanë pasur sukses? Jo. Pra ato u kthehen bumerang. Pra ato nuk kanë pasur mundësi, si të Allahu Gjeleshanuhu, që të mashtrojnë askënd, vetëm se vetën e vetë. Wa ma yash'urun. Dhe ato nuk e kanë ndjenjë një gjë të tillë. Pra, nuk e ndjenjë se dënimi i mashtrimit do të kthehet vetëm atyre. Dënimi i nifakut do të kthehet vetëm atyre. Pra askush nuk dëmtohet prej nifakit të tyre në fund të fundit. Allahu Gjeleshanuhu vazhdon thot fi qulubihim marad, tregon gjendjen e munafikëve. Fi qulubihim marad, pra pse bëjnë munafikët një gjë të tillë? Pse e mshehin mosbesimin dhe e shfaqin besimin? Pse haka tentojnë të mashtrojnë njerëzit? Pse tentojnë që të mashtrojnë Allahun? Thot një gjë të tillë e bëjnë nga se ato kanë fi qulubihim marad, në zemrat e tyre kanë sëmundje. Pra zemrat e tyre janë të sëmura. Sëmundja është simptom që obligon dëm. Në qoftë se njeriu është i smund apo sëmurët, ai edhe do të dëmtohet, nga se ka dhembje, mund të ketë edhe pasoja kështu me radhë. Pra fi qulubihim marad, ata janë të sëmur, në zemrat e tyre ka dëme të mëdha. Fezadahumullahu marada. E Allahu u ashton atyre sëmundjet. Pra, dikush mund pyesë, po Allahu Gjeleshanuhu ka dëshirë që ato të smurën dhe u ashton mos tepër më. Jo, këtu nuk është pyetje se dëshira Allahu, se Allahu ka dëshirë që smurën ato. Por janë në pyetje veprimet e tyre. Kur ka zbritur Islami, pra vetëm një rregull apo 10 rregulla ka patur. Smundja e tyre ka qenë e pakët. Duke u shtuar rregullat, duke u obliguar besimtari që të veprojë edhe një vepër plus, atyre u shtohet edhe smundja. Nga sa ato edhe për një vepër plus tregojnë munafiklëk, tregojnë nifak. Pra, duke u plotësuar Islami, duke u smur edhe zemrat e tyre totalisht. Pra, këtu është qëllim, me këtë është për qëllim fi qulubihim marad fezadahumullahu marada. Në zemrat e tyre ka sëmundje apo janë të sëmuar dhe Allahu u ashton sëmundjet e tyre. Pra, kur vinë rregullat nga ana Allahu Gjeleshanuhu, ato me mospranimin e rregullave dhe me gënjeshtrën që e bëjnë në vazhdimsi, atyre u shtohet edhe sëmundja. Walahum adhabun elimun bima kanu yakdhibun. Dhe ato do të përjetojnë dënim të ashpër bima kanu yakdhibun, shkaku i gënjeshtrës që kanë bërë ato. Çfarë do të thotë gënjeshtër? Gënjeshtër do të thotë ta informosh dikënd jo me realitetin, por me diçka që nuk është realitet. Pra ta informosh ndryshe, ndërsa realiteti tjetër çka. Allahu Gjeleshanuhu dhe i dërguari Allahu fuqiplot muslimanët apo muslimanëve u ka tërhequr vërtetin që të largohen prej gënjeshtrës. Pra as se si mos gënjejnë, nga se gënjeshtra është një vepër e cila me kalimin e kohës njeriu e fut edhe në nifak. Me kalimin e kohës njeriu e fut edhe në nifak. Pra sëmundjet e zemrës, gënjeshtra, njeriu e fusin në nifak. Ndër sëmundjet e zemrës kush janë? Dhe sëmundjet e zemrës janë mlefi, inati, çallami e kështu me radhë. Pra në qoftë se njeriu i posedon këto sëmundjet e zemrës, edhe gënjen, ai shumë lehtë e ka, edhe në qoftë se nuk është munafik.
Edhe në qoftë se nuk është munafik, ai shumë lehtë ka që të bjerë në nifak. Nga se në qoftë se unë çdo herë kam zili njerëzit, pra jam i smund, çdo herë kam zili njerëzve. Dhe çfarë bëj? Për ta ushqyer atë zilin time, atëherë do të tentoj që t'i bëj dikujt ndonjë të keqe. Kur do t'i bëj të keqe, do të gënjej. Kur do ta kem mbledh dikënd, do të tentoj që ai asesi mos arrin ndonjë të mirë. Do i bëj të keqe do të gënjej. Kur do ket një ashtu, edhe kur do kesh çallon, do bësh ndonjë vepër jo për izat Allahut, por për izat dikujt tjetër. Pra, gjitha këto sëmundje të zemrës, bashkë me renën, njeriu e çojnë drejt nifakut. Pra njeriu mund të mos jetë munafik. Mirë, por nëse ai me këto sëmundje u bën se i këtyre sëmundjeve, vazhdon që të gënjej, ai ndonjë ditë, pra askush nuk e siguron atë se në ditën vazhdim nuk do të vjerë në nifak. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, me të vërtet sinqeriteti e çon njeriu në drejt mirësisë, ndërsa mirësia njeriu e çon drejt xhenetit. Dhe njeriu përderisa vazhdon që të flas dhe të jetë i sinqert, të flet sinqert derisa të shënohet tek Allahu si i sinqert. Pra nëse dikush flet sinqert, shënohet tek Allahu si i sinqert. E kundërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu apo rrena, njeriu e çon drejt punëve të fllihura. E punët e fllihura njeriu e çojnë drejt kujt? Drejt xhehenemit. Thotë njeriu gënjen dhe vazhdon të gënjejë derisa të shënohet tek Allahu si gënjeshtar. Pra nëse njeriu gënjen vazhdimisht, shënohet tek Allahu si gënjeshtar. Malik ibn Dinar thotë, sinqeriteti dhe gënjeshtra bëjnë luftë në zemrën e njeriut, përderisa njëra tjetrën e largon prej zemrës së besimtarit. Pra njeriu për të ikë gënjeshtrës duhet që të largohet edhe gënjeshtrave më të vogla, më të imta që mund të ekzistojnë, apo ndonjëherë edhe atyre gënjeshtrave për të cilat ne nuk i quajmë si gënjeshtër. Dikush të deja, a ke në filon vend, jo beskesh. Pra, nuk ka dëm për gënjeshtrës tënde. Nuk mund të ketë dëm as pi, asaj mirë, po thjesht të gënjen atë kotë, të kam bërë si shprehi. Pra edhe këto gënjeshtrat e vura, për edhe kur bën shaka me dikënd, nëse dëshiron që të largosh krejtësisht gënjeshtrën, edhe prej shakas të largosh gënjeshtrën. Nga se nëse mësohet gjuha në muhabete të kota, pra në shaka, në muhabete për qif, gënjesht, ajo do mësohet apo do jetë tabihat dhe të gënjej edhe në raste ku nuk duhet të gënjej as pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, pra aq shumë na treg vëmendje që të largohemi nga prej gënjeshtrës, që thotë, mjafton për njeriu si gënjeshtër flas çdo gjë që ai ndëgjon. Pra njeriu aq shumë duhet të ikë gënjeshtrës, saqë nuk duhet ta flet çdo fjalë të cilën e ndëgjon. E dimë edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e kanë pyetur a mund që besimtari të bëjë zina, a mund mëkat tjetër, për gjitha ka thënë mundet, jo se janë të lejuar mirë, po mund të mashtrohet. Kur e kanë pyetur për gënjeshtrën, ka thënë asesi. Besimtari nuk mund që të gënjej, sado që gënjeshtra të jetë ndonjëherë edhe e vogël, apo duket si gënjeshtër e vogël. Vazhdon Allahu xhaleshanu thotë, "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard." Dhe kur u thuhet atyre mos bëri trazira në tokë, mos bëri fesad në tokë, mos prishni rendin në tokë. Pra nga se munafikët nuk mjaftohen vetëm me atë. Njeriu në fillim, kur bëhet munafik apo munafiku në fillim, është vetëm munafik. E më shef mosbesimin e tij mirë, po mandej të tenton edhe të bëj ndonjë vepër, me cilën vepër do i dëmtoj të tjerët. Pra, a bënën munafikët kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vepra të këtilla? Pra, xhelozia apo inati i tyre ato që të bëjnë trazira në tokë. Abdullah ibn Ubej ibn Selul në luftën në një prej luftëve që ka marrë pjesë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga xhelozia e madhe, nga inati i madh, kur i pa
besimtarë se kanë fituar shumë, pra janë bo me nam të madh. E dini çfarë tha? Ushtjeje qenin tënd dhe mandej kthehet dhe të hanë ti. Pra e kish për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra thot ne e ofruam atë dhe ai tash neve në ka kthyer shpirtin apo është bom më i madh se ne. Pse e bën një gjë të tillë Abdullah ibn Ubay ibn Seluli? Nga se ai kishte dëshirë që të bëhet i pari i Medinës. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij ju pamundsua një gjë të tillë, nga se njerëzit dihet se domun pejgamberin të dërguarin Allahu nuk mund pranojnë askënd jashtë të dërguarit të Allahut fuqi plot. Pra ki nga inati dhe nga xhelozia e tha një fjalë të tillë. A jam mjaftuar vetëm me këtë fjalë? Jo, ata në vazhdimsi kanë fol fjalë të tilla. Jo vetëm që i kanë fol këtë fjalë, por në shumicën e rasteve dhe kanë bartur fjalë prej Medinës, kanë shkuar dhe kanë nxitur banorët e Mekës apo disa mushrikë tjerë që ta luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra çfarë do të thotë prishje e rendit? Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Fesad çfarë do të thotë? Fesad është çdo vepër e cila është e dalur nga rruga e drejtë. Çdo vepër e cila është e dalur nga rruga e drejtë apo nga sistemi i jetës. Njashtu, munafikët kanë tentuar me çdo kush që të bëjnë fitne. Pra, fitne do të thotë bësh ndonjë gjë me të cilën do të bësh sherr mes njerëzve. Abdullah ibn Saba, Abdullah pra këtë rast i tregoi për të kuptuar më së miri ajetin kuranor. Fjalën wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Abdullah ibn Saba, e dini kush ka qenë? Ka qenë njeriu i cili që sebeb për të vrarë Hazreti Uthmani radiallahu anhu. Dhe Abdullah ibn Saba jo vetëm ishte sebeb për të vrarë Hazreti Uthmani, por ka sebeb edhe për formimin e shiave. Pra, ai e bëri këtë fitnë dhe këtë çrregullim në tokë. Pra i nxiti banorët e Iranit dhe disa të Egjiptit, kështu me radhë ato shkuan dhe vranë Hazreti Uthmanin radiallahu anhu dhe mandej filloi që shizmi apo zanafillën e ka pas më mirë me thënë prej Abdullah ibn Saba dhe shkak ka qenë fitnja që bëri ai. Pra, Allahu xhalla shanuhu thot: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard", mos bëni trazira në tokë. Pra, mos i bëni këto gjëra. Mos i bëni këto gjëra. Pra, mos bëni fesat, mos nxitni sherr mes njerëzve, mos u bëni sebeb që dikush të luftojë dikënd, mos u bëni sebeb që del një grupacion i cili do të bëj fesat në tokë. Pra, të gjëra mos i bëni. Çdo gjë që ka venduar Allahu xhalla shanuhu, çdo ligj që ka venduar Allahu xhalla shanuhu, ajo e drejton botën për ka e mira. Përderisa Allahu xhalla shanuhu i ka venduar këtë ligjet. Pra, vjen urdhni Allahu xhalla shanuhu mos bëni zina. Urdhri tjetër i Allahu xhalla shanuhu mos gënjeni, mos vjedhni, mandej falja namazin, jepni zakatin. Të gjithë këto urdhra të Allahu xhalla shanuhu ku çojnë? Këto e çojnë botën në çfarë? Në mirëqenie. Botën e çojnë në mirëqenie. Edhe kjo është kuptim i ajetit kuranor ku Allahu xhalla shanuhu thotë: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", dhe mos bëni fesad në tokë pasi që Allahu të ketë venduar rregull në të. Pra, pasi që Allahu xhalla shanuhu ta ketë ndërtuar atë, ta ketë bërë të përshtatshme dhe të mirë për jetesë. Pra, në qoftë se keni gjetë apo kur ta gjeni një gjë të tillë, mos bëni trazira. Pra, Allahu xhalla shanuhu më një jetë thotë: "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya", dhe ka për njerëzve të cilën në qoftë se i dëgjon ti ato, të pëlqen fjala e tyre. Wa yushhidu Allaha ala ma fi qalbi, dhe ato e dëshmojnë, pra dëshmojnë se atë që e thuan e kanë prej zemrës së tyre, ndërsa thotë ato në të vërtetë janë dushman. Wa idha tawalla sa'a fil ard, pa sapo që të largohet prej teje, sa'a fil ard, thotë liyufsida fiha, që të bëj fesad, wa yuhlika al-harth, të shkatroj të mbjelldurat,
wan nasl dhe gjallësat, ndërsa Allahu nuk e do fesatin. Allahu nuk e do fesatin. Pra këtu nuk është për qëllim të fesati, se ne kur flitet për shembull për mosbesimtarët apo për munafiqët, ne mendojmë se vetëm fjala u dedikohet tyre. Jo, ne duhet të hudhim edhe mbi vete. Ne a bëjmë trazira në tokë, a bëjmë fesat në tokë, pra nuk është fesat në tokë vetëm të urdhësh dikën të më besoje, apo të nxitish fitnë mes njerëzve. Fesat në tokë është edhe kur njeriu për shembull bëhet sebeb për që të smurë njerëzit të tjerë, për shembull prishje ushqimeve. Biznesmenat e mëdhenj nuk u mjaftuan me pasurinë që dha Allahu xhaleshanu, po si thanë, ajtë ta shumë fishim këtë pasuri. Si të shumë fishim? Në qoftë se për shembull një kafsh duhet që të rritet apo zhvillohet për një periudhë, fjala bie 2 vjeçare, hajde zhvillojmë për një periudhë shumë të shkurtër. Edhe kjo kujt i bën dëm? Kjo bën dëm njerëzve. Pra bën fesat, bën trazira në tokë, bëhet sebeb që dikush të smuret. Trazira mandej fesat bëhet edhe me barrat, pra gënjeshtra të mëdha, çka bëhen? Bëhet sebeb që të smuren njerëzit. Pra gjitha këto janë trazira. Trazira në tokë është edhe kur njeriu bëhet sebeb që mbyllet rruga, apo i bën dëm rrugës. Ka mundësi, për shembull, ka ndonjë të afërm në komunë, edhe çfarë bën? E se vendin, pra e cili është vendi të gjithëve. Del pak me shpinë e vet, ndi 1 metër, apo 20 cm, apo 50 cm, kështu me radhë. Edhe kjo është trazir, fesat në tokë. Pra Allah xhaleshanu thotë: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard." Mos bëni trazira në tokë. Pra këtu nuk është në pyetje vetëm Allahu thotë, por këtu edhe njerëzit kur i thuan njëri tjetrit. Pra Allahu e tregon gjithë. Pra kur dikush i thot dikujt: "Ej, pse bën këtë vepër?" Qalu inna muslihun. Jo thot, ne jena atyre që kanë ndërtojmë tokën. Pra inna muslihun. Pse e thon këtë? Këtë e thon shkaku, pra edhe munafikët, edhe personat të cilët u gjajnë munafikëve. Kur sheh, pra nëse dikush të këshillon, dhe ti e din se duke bërë ndonjë vepër të keqe, prej inatit të madh, çfarë i thua? Jo, unë e bëj veprën e duhur, veprën e mirë. Edhe pse ti e din se atë vepër që e bën është e keqe. Pra edhe munafikët e kanë thënë një gjë të tillë. Jo, ne jemi prej atyre të cilët e ndërtojnë tokën, e jo që e shkatrojnë. Allahu xhaleshanu thotë: "Ela innahum humul mufsidun." Ata janë të prishurit. Ata janë të cilët bëjnë fesat, walakin la yash'urun. Mirë, po ato nuk e ndjejnë një gjë të tillë. Pra nuk la yash'urun. Me fjalën la yash'urun nuk e ndjejnë. A thua vallë, ato nuk e ndjejnë se bëjnë fesat. Jo, ato thotë nuk e ndjejnë se ne jena të njoftuar për fesatin e tyre. Ato nuk e ndjejnë se dëmi i fesatit që e bëjnë ato u kthehet prap atyre. Edhe në qoftë se nuk e shijojnë dënimin e fesatit në dynjë, ta shijojnë në dynjën tjetër. Vazhdon Allahu xhaleshanu u thotë: "Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas." Dhe kur u thuhet atyre besoni ashtu siç kanë besuar njerëzit, pra me fjalën njerëzit, Allahu xhaleshanu ka për qëllim njerëzit e mirë, jo gjithë njerëzit. Jo ai që ka besuar gurin dhe drurin, pra sikur kanë besuar njerëzit e devotshëm dhe të mirë, pra njerëzit që kanë besuar Allahu xhaleshanu, pra besoni edhe ju në të njëjtën mënyrë. Pra kur është thënë atyre besoni ashtu siç kanë besuar njerëzit, ata thanë: "Qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Atë besim ashtu siç kanë besuar mendjelehtit. Pra atë besim ashtu siç kanë besuar mendjelehtit nuk ua kanë thënë në fytyrë besimtarëve apo atyre që kanë këshilluar. Po këtë fjalë e kanë thënë fshehurazi. Pra kanë thënë fshehurazi, nga se para atyre janë treguar besimtarë, nëse i thua munafikut: "Ej, pse nuk beson?" Thotë: "Jo, unë besoj." Mirë, po se ta kthej shpinën time, çfarë bën? Atë besoj si filonia, jo asnjëherë. Ai është mendjelet, atë besoj si ai mendjeleti. Allahu xhaleshanu thotë: "Ela innahum humus sufaha." Ata janë mendjelet. Pra, ata janë mendjelet. Pse mendjelet? Aq mendjelet janë ata sa që nuk mund ta kuptojnë se Allahu xhaleshanu vazhdimisht i kontrollon ato.
aq mendjelehtë ato janë, se që gjitha veprat e këqija i bëjnë dhe harrojmë se dunjaja nuk është fund për besimtarët, por fundi i dunjas është fillim për besimtarët, fillim i të mirave, ndërsa aq mendjelehtë janë sa që nuk e kuptojnë se fundi i dunjas është fillim i dënimit të tyre. Pra, për këtë ela innahum humus sufaha, me të vërtet ato janë mendjelehtë, walakin la ya'lamun, mirë pa ata nuk e din një gjë të tillë. Pra, nuk e din këse njeriu për të ditë këto lloj gjërash duhet që patjetër të marr fjalët e Allahu xhalla shanu, të njoftohet me fjalët e Allahu xhalla shanu, përdryshe nuk ka mundësi që të njihet me të gjëra. Vazhdon Allahu xhalla shanu thotë: "Wa idha laqul alladhina amanu qalu amanna." Dhe kur i takojnë besimtarët, pra qalu amanna, ato thonë ne kemi besuar. Wa idha khalu ila shayatinihim, ndërsa kur vetmohen me shejtanat, qalu inna ma'akum, thonë ne jemi me ju, innama nahnu mustahzi'un, ne vetëm se tallemi me ata me besimtarët. Pra Allah xhalla shanu këtu përdorën dy terme, wa idha laqu alladhina dhe wa idha khalu. Pra di fjalë, laqu edhe khalu, laqau edhe khalu. Çfarë do thot fjala laqau? Fjala laqau do thot kur takohesh me dikën rastësisht. Pra duke ecur në rrugë takuar, apo të di keni hyrë në xhami dhe jeni takuar. Pra nuk keni bërë plan për të takuar. Ndërsa khala apo khalau është takim mirë, po duke u marrë vesh të takohemi në filan vendi. Pra, dhe për këtë arsye Allahu xhalla shanu thotë: "Wa idha laqul ladina amanu", kur i takojnë rastësisht besimtarët. Pra në xhami i takojnë në rrugës, thonë qalu amanna, ne kemi besuar sikur ju. Wa idha khalu ila shayatinihim, ndërsa kur shkojnë në ato vendet që janë marrë vesh dhe takohen me shejtanët, pra më këtu është për qëllim shejtanët njerëz, pra shokët e atyre, qalu inna ma'akum, thonë ne jemi me ju. Mirë, po ne tallemi me ato, pra tallemi me kënd me besimtarët. Allahu xhalla shanuhu wa kthan atyre, thotë Allahu yastehzi'u bihim. Në të vërtetë Allahu tallet me ju. Pra si e kuptojmë këtë? Tekstualisht është kështu: Allahu yastehzi'u bihim. Allahu tallet me ju. Pra, a është e logjikshme që Allahu tallet me njerëzit? Jo. Me fjalën Allahu yastehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dhe ato i lënë që ato të zhiten në atë mos dëgjueshmërinë e tyre, çfarë në kuptim? Pra, si kanë vepruar munafikët me besimtarët? Gjatë tërë jetës së tyre ato çfarë bën? Non stop e kanë mshehur mosbesimin. E kanë mshehur mosbesimin për të fituar prej asaj çka e shfaqin dhe çka nuk e ndjejnë. Pra, gjatë gjithë jetës, pra kanë vepruar vepra që ata nuk i kanë pëlqyer. Pra ka falë namaz edhe pse nuk do ta bëjnë gjë të tillë. Ka shku për shembull, ka dhënë zeqat edhe pse nuk do ta bëjnë gjë të tillë. Ka shku e ka bën ndonjë vepër të mirë edhe pse nuk ka pas dëshirë, por e ka bën për si fatësi. Pra, me këtë Allahu xhalla shanu ka përgjim Allahu yastehzi'u bihim. Pra Allahu xhalla shanu me veprat e tyre u amundson që ato vetë ta bëjnë veten e tyre për tallje. Gjasë gjithë jeta jote do të kalojë vetëm të bësh vepra, vetëm që dikush të shohë ta, apo për të treguar ndryshe ndaj tjetrit, thotë kjo është tallje me veten e tyre. Pra Allahu yastehzi'u bihim. Allahu ato i bëri që ato vetë ta bëjnë veten e tyre mjet për tallje. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dhe i la ato pra në këtë gjendje që të tregojnë atë mosdëgjueshmërinë ndaj Allahu xhalla shanuhu. Pra, pse Allahu xhalla shanuhu ila? Pra wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Vazgjati Allahu xhalla shanuhu këtë lloj gjëra që bën që ta bëjnë me një periudhë të gjatë. Pse? Dhe kur i thua dikujt, li ta shohim edhe pak çka do bëje, ta tregoje vitin se kush është. Allahu xhalla shanuhu pra këtë gjë bën, pra ta tregoj vitin se sa mendjelehtë që janë, se aq mendjelehtë sa që e kanë pru vitin
që t'jenë jetë për talje, o yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pra ya'mahun, edhe këtë termin në fund të shpjegojmë, ka ama edhe ameh. Ama është kur njeriu verbrohet, nuk sheh, ndërsa ameh është kur njeriu nuk sheh me zemrën e tij. Pra nuk mund që ti dalloj gjërat ashtu siç janë. Edhe pse i ka të pamurit, mirë po, nuk mund që ti sheh ato. Pra Allahu xhaleshan ju rastisht tha, "Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun", nuk tha do t'i bëj çor ato mos shohin, jo, tha do t'va qëroj une të pamurit e mbrendshëm të tyre, pra që mos kenë mundësi ata që t'i shohin të vërtetet. Pra me kaq përfundohna, alhamdulillahi rabbil alamin.